Kosovës. A ke qujtë Aleancë? Veç ja ke mjek, do të thotë dy... A mo tani si t'ja bojmë akronimin, AK, s'mund t'i thonë vetëm A duhet. Shumë po pysin, po thojnë, pse, qa po bojmë akronim? Mirë po, pse cili njeri kur është pyet për Aleancën për arminë e Kosovës, nuk e ka qujtë Aleancë. Aleancë, pra ne nuk e kemi ndru në emnin. Ne veç e kemi shkurtu dhe e kemi formësu për shkak... Kjo i bje me energji të re, me një dinamik të re, Nuk ka lidhje me njerëzit të cilët në vazhdimsi kanë shërbyer në kuadër të Aleancës ta ketë një gërshetim të madh, apo jo? Nuk ka lidhje me as energji të re, as me naj vizion të ri, ka të bëj shkurt me konceptin që e përfasojmë edhe ky koncept lidhet po ashtu me një qëndrim që e kem të fortë e që e kem pasi slogan përpara, Alat për Kosovën. Në fakt kur mendon për Aleancën për arminë e Kosovës, secili qytetar i Kosovës që po na ndëgjon kur po flasim, mendon për një subjekt politik që ka mujt gjithë me pas Aleancën. Mirë, po edhe faktori ndërkombëtar, për shkak se gjithmonë, edhe atëherë kur nuk e mujt, nështë as kem qenë drejt, po gjithmonë kem qenë të ndrushëm dhe i kem nejt Alat dhe Aleancë Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar që na kanë ndihmu ndihmë këtu. Pra Aleanca është Aleancë, vetëse ja ke mjek armërinë e dihet që është e Kosovës. Që një nga shtyllat e terenit pasi